Keqpërdorimi i rrjeteve sociale nga fëmijët dhe adoleshentët gjatë viteve të fundit po shndrohet në një fenomen gjithnjëherë më shqetësues për prindërit dhe institucionet përgjegjëse, ku kontrolli i përdorimit të telefonit, internetit dhe platformave digjitale po bëhet gjithnjëherë më i vështirë, duke krijuar hapësirë për sjellje të rrezikshme dhe konflikte mes të rinjve. Shumë keq, e kam një patë në zinë, ai gjithë ditën telefon. Telefoni ai dëmshëm. Ndash nga mësimit, ndash nga mendja, nga shneti, nga gjithë pikpamjet, interneti është plotësisht i dëmshëm për moshat e reja. Se po e përdorin edhe pa kriter. Pikpamja e kohës, unë i këshilloj se sa më pak prindrit duhet i lanë në internet. Kështu është mendimi im se gjysh, sepse interneti po krijon edhe probleme në moshat adoleshent. Liri Xhana, koordinator kundër dhunës në familje, pohon se nuk kanë munguar rastet ku konfliktet mes adoleshentëve kanë nisur në rrjetet sociale dhe janë përshkallëzuar deri në dhunë fizike. Është bërë e pranishme kjo dhuna verbale ose bullizmi, siç e quajmë ne, në shkolla, por edhe në rrugë dhe në format më të reja nëpërmjet rrjeteve sociale. Sipas ekspertëve, parandalimi i keqpërdorimit të rrjeteve sociale mbetet sfidë që kërkon angazhim të gjerë si nga institucionet arsimore, ashtu dhe nga prindërit, të cilët luajnë rol kyç në mbikëqyrjen dhe edukimin e fëmijëve për një përdorim të sigurt të teknologjisë.